Një vizë bubariote trembën të vijë në demonstrat, se i terrorizojnë qeveria. Edhe kam për deputetin e zonës që nuk qaset në fshat fare, dhe ka thënë në një vizë bubar, votoni partinë së atona nuk janë pronat atijat na i bëjtë mirë neve. Na i kemi pronat të trashëguara prej shekujsh i kemi të trashëguara. Edhe ata pa pik turpi, ven edhe shantazhojnë një vizë bubarit dhe i marrën djemë të një vizë bubarit, i qojnë në burg në Vlorë. Edhe këtu dërgojnë komunitet një përqarje, na bëjnë përqarje me komunitetet e tjera. Vazhdo, për shtë të thomë, që ato thomë se duhet në pjesë që të themë. Jo, vazhdo, se ta mera jo, dëgjonë. Se duhet në pjesë që të themë. Ja, për pronën e kemi të gjithë, një vizë bubarin e kanë rrethuar atje, edhe e kanë ngushtuar fare, edhe pronat e trashëguara, as i gëzojmë, as kemi ndonjë shpresë, baballarët tanë vanë u varrosën, pa e marrë pronën, apo i kënë dhe si gjërë me. Ke tjetër këtu. Baballarët tanë ikën andeja dhe vanë i varrosën, pa e marrë pronën. Do varrosë edhe neve kryeministri shqiptar, pa e marrë pronën. Dhe fëmijët tanë nuk e kanë ndjenjën e pronës. U hoqin ndjenjën e pronës. Regjimi dhe sistemi ndryshon vetëm nga prona. Prona kapitaliste dhe prona socialiste. Kjo është pronë kapitaliste. Si më merë pronën mua ati, edhe mua më lënë me gjishtë në gojë, më bën socialist, edhe vetja kapitalist. Në një kohë që dominon në pronën time. Një pronë që qatë të them, nga ta zë qartë të thua. Dhe bashkojmë të gjithë ato zonat të Shqipërisë që kërkojnë pronat e tyre, që u merë qeveria me forcë, me shantazim, me burgje, me arestime, me rrahje, me heqvar. Qartë i bëjmë në qartë, bëjnë policinë e jugut të tërë mbi një vizë bubarin, hedhin gratë e një vizë bubarit në 2005, i hedhin në për driza. Qartë të thema, nuk di që të thema se kaq janë dhe si i revoltuar nga pakënaqësia që kam nga qeveria shqiptare, nga të gjitha, nga politika shqiptare. Sikur të kishim qeveri. Çfarë qeveri? Ne kemi vetëm rrugaçëri. Vetëm rrugëçit mund të bëjnë të tilla gjëra në atë tyre. Atë nuk e thonë se kryeministri thotë më ka dhënë shumica e popullit. Ajo shumicë që ka dhënë nuk ka pronë. S'ka prona o shumicë. Që ka dhënë pronë. Dhe prona nuk negocijonet. Flasë dhe nuk bashkëbizetojnë. Prona nuk negocijohet. Prona është e trashëguar, e vlerë dhe e falur. Po flas atje jo me ty. Sikur të kishim qeveri, po nuk mund të kemi qeveri. Sot jam shumë i indinjuar edhe në rasti që sot humi jetën një punonjës policie. Jam mbylli shtëpinë. Kush jam mbylli? Ata që bashkëpunojnë me të, ata që i mbron ai. Isha policat i kanë atë ambisur. Sikur punojnë me kompanitë e taksë. Janë të pambrojtur. Nuk mund të guxojnë të bëjnë punën e tyre. Askush nuk i lë. Ai që ka krahë të ngrohtë merr në telefon e injorojnë punën e policisë. Kemi kanë të gjithë nga jetë.
Hajde Niko, hajde. Proces. Hajde, jedna prvi. Lokale, vrtići. Ma vrtići, Jako ja. tu je. Bez partija. Samo komunisti. Noi ne dy puna, kam du sigurime, na 2.000, 400.000 lek. Në di 4 milione 800.000. Duaj dhe 20.000 lek maj për moj të më bajnë në rroga, dhe me në janë 500.000 lek. 5 milione e gjithë. Majnë dhe të bëshirë më mrapa, mbaj dhe tjetër më mrapa në këndo. Gati dhe 6 milion lek, ja jap kesh, 6 milion lek, a i ma 60 pension. Jesh anë në një vend të botës do më japë